Më ka vdek vjeri dhe shkoj shpesh tek varri dhe i këndoj surën Kul huwallahu ahad. Mashallah. A e kupton ti çfarë lidhje, mashallah. Pra kur nusja lën vend tek vjera, si thoshte ajo vjera, lejohet me i thon nusës vdeksha për ty. Kur vjerri apo vjera lën vend tek nusja, urdhno çfarë thot. I shkon javë për javë vjerrit. Këtu kalamojt nuk më i bëshkojnë babës javë për javë. Vallahi bilaj, për Zotin. Nusja thot i shkoj vjerit javë për javë, ke vorri. Mashallah, pse i kalon vend vetes, e ka trajtu si fëmin e vet, i ka dhon dashurin që i mungon nga prindrit e vet. Edhe ja, komunikimi dhe ja lidhja e fort. Ty Zotit në roftoj motër, Allahu të shpërbleft, po jo të kënoj shkullu vallahun. Por shkësh ke vorri i vjerit, i bi selam, Esselamu alaikum rahmatullah, dhe bëj dua për të. Kjo është ajo që duhet bësh, po jo t'i kënosh kullu vallahun, se nuk ka argument që kënohet Kur'an tek varrezat apo tek varri i dikujt.